Hera parë është këto, pizvistre këna ardhë, shumë e mirë. Im fregu shumë se ushqimi në konë rregull, s'ta kom pas problem, gjithë ka perfekt. Shumë jam e kënaqshme. Në kafe me ushqim i pritja shumë e mirë. Jena kënaqur shumë e i falenderojmë për këta rombe që i kanë vu. Kena vujt shumë pa rombe, se nuk ekte karroca në ranë, me qamet. Ama tash, u batë qnet e i lumë dora që na i kanë godit. Po mirë është, përgjithësi jo mirë. Ma mirë se në Shëngjin është plazha shumë. Shumë sigurisht më e mirë, se zakonisht kena shku në Shëngjin më herët. Kem qenë edhe vjetë, prapë sigurisht. Për ditë më mirë, është shumë mirë. Jena shumë të kënaqur. Nga Gjakova. Mirë, shumë bukur. Pomër shumë mirë. Mirë janë. Ma bukur s'ka. Sjellja mirë është, respekti. Nga Shkupi gje kemi ardhë dhe koha po ma mirë. Punë të shkojnë në rregull, lusmi Zotit të arrujmë shqisit e bollit. Mirë, pas të tjetë s'ka përshkrim tjetër. Mirë është. As në Evropë ma bukur nuk ka. Ashti mdokët diçka prafër Gjakova me Vilipojën, diçka s'pëdi, nuk kemi ndru as një vend përveç Vilipojës. Shumë bukur, nuk e di. A ka ma bukur në konë? I mirë, i bukur. Përballohet edhe me kushtet. Tona edhe Vilipojës. Këto po, ma mirë është. Së është pak ma lirë. Po më rrekulli, që ka me të tjetër? Tepër nuk ka këtu, se për shembull një pensioneri me 100 euro ja ka bo mundësit me arë me përshua këtu, kë nuk e di çfarë moshe me madhe ose nder më i madh ka se për atë. Unë jam gjithsesi i kënaqur se unë kam qenë në për plazhe në për Turqi, në për plazhe tjera, por plazh kam qenë edhe në Çeshme, në Izmir ku mohen festivalet e muzikës ndërkombëtare. Kom qenë në Istanbul, Bakërkëj, kom qenë të gjitha, por unë nuk kam fjalë me shpjegue. Ne duhet jem shumë falendërues Zotit që na ka thënë dhe na duhet të kujdesemi për këtë plazh edhe të rrujmë se sytë e ballit. Super, mrekullueshëm edhe është i mëshëm shumë. Aja është e unë, aja pjesa e unë. Për i këtë pjesi to, normal që i nga të nashën. I kote në kushtet, pse ja? S'ka nevojë kja gjysë Maldivet.